Mjekësia ka një kosto. Domethënë nuk është se vjen, nuk është se është falas të qytetarit, por nuk është falas. Mjekësia kushton. Po ne kur te qytetari, domethënë paguhet nga shteti. Ndërtimi i një sistemi që është që përfshin koston, përfshin sigurimet, përfshin transparencën, është shumë i rëndësishëm për të pas një sistem shëndetësor që pastaj bazohet edhe me rezultatet, sepse duhet ikim nga buxhetet historike. Mënyra se si duhet të financohet shëndetësia që prap tek pacienti do shkojmë me një sistem që do të thënë falas në pikë tek pacienti, duhet menaxhuar në mënyrë të tillë që të në bazë të rezultateve, sepse atëherë asnjë nuk do bëj përpjekjen, nëse unë do marr të njëjtën gjë siç mora vjet, unë do bëj si vjet ose më pak se vjet. Është fare e thjeshtë ajo. Kështu kjo është një proces që dhe kam dhe grupin e punës për të sigurisht bëhet propozimi për të një nga pikat e tjera që kam dhe një lloj përgjegjësie personale, duke qenë se vi nga fusha e kancerit, nga fusha onkologjisë, dhe ajo që është e prekshme, për të thënë vërtetën, është trajtimi onkologjik, aksesi i plot në banat onkologjike, por me një protokoll të saktuar. Këto duken gjëra të vogla, por këto kanë financiar rrisën pak kënaqësitë që nuk ka. Në këtë sens nuk kam menduar si një organizim të qendrës të networkut nacional të kancerit.